duhet të ndalem pak tek Vllaznia e Madhe, se është ende në garë për titullin kampion, donse me shanse matematikore. Si e ke parë ecurinë e Vllaznisë në fundin e këtij sezoni dhe sa beson që mund të ndodhë një mrekulli në fund, ajo që në fakt të gjithë ishim të sigurt që do të ndodhte, po ja që u surprizuam gjithë. Mario, të mos kenë, si ta them, nuk e di, nështë duhet me gjetë fjalën më të goditën. Të mos pas asnjë ambicie me kanë trajneri ekipit parë të Vllaznia. Të mos pas asnjë ambicie me kanë edhe pjesë e Vllaznisë. Realisht mundohem me thënë drejtën. Deri para 5-6 javësh e kam menuar si Vllaznia do të jenë kampion. Realisht, nështë kam menuar si popull i thjesht. Për te pjesë sportit kam menuar si tifoz, thjesht si tifoz. Por bendishit e fundit edhe nuk kanë prodhu. Realisht e kam dashur me shpirt me dal kampion. Thash të mos pas asnjë ambicie, se mund të kenë njerëz që kanë ambicie thonë inshallah s'del kampion. Unë realisht kam thënë inshallah dalin kampion. Të mos kenë njëri me ambicie me shku aty. Thash jo aty pas te asnjë vend i Vllaznisë, te asnjë vend pune që kanë te Vllaznia. S'kam pas asnjë ambicie as nuk kam. Dhe realisht kam thënë inshallah dalin kampion. Por të është çështje e fatit, nuk di çfarë them, gjithçka mundet me noll, inshallah noll e që mendojmë na. Por realisht është i varur në kam tjerëve. Po pse ka ndodhur ky ndryshim drastik i një skuadre që ishim pothuajse jo një Shkodër, po një Shqipëri e bindur që do dilte kampion, madje u përflitet që mund të kishte edhe diferenca Ndoshta edhe kjo na ka dëmtuar, që kena menuar se jena kampion. Mund të jenë 1% mund të na kenë dëmtuar edhe kjo. Euforia. Si na e menuar që jena kampion, pa marrë kampionati. Mos e Shkodrave. Ndoshta edhe në kohën time, po jo ka që theksu me sa tash. Por du me thonë që tash është çështje fatit, inshallah fati është me ne. Se ç'a mund të jenë tjetër, unë nuk jam pjesë e tyre, nuk e di, mund të jenë probleme tjera që unë as nuk i di, as nuk më intereson mi ditë. Si thënë, zero interes me ditë se ç'a mund të jenë probleme tjera. Realisht e fusha lojës, si thënë, 5-6 javë të fundit kanë pas oscilacione shumë dhe kjo ndoshta pasqyrohet edhe te këta neshje, të 2 neshjet e para që kena luajtur. Edhe diçka tjetër, profesor. Ju keni provuar të luani vetë në fushën e lojës. Sa ndikon për një futbollist ose edhe për një skuadër që nuk fiton titullin e madh prej 25 vitesh, ana psikologjike kur je gati për të bërë hapin e madh dhe nuk e bën dot për shkakun psikologjik. A është ky një faktor për tu konsideruar ana psikologjike? Mario, Vllaznia e ka provuar në breza. Nuk është se ka fitu kurrë. Dhe nuk si ta thët vllai, nuk është se ti i të pru një gjë në Shkodër që s'ka ardha asnjëherë. E kanë pru para nesh, e kanë pru në kohën tonë, e kanë pru i fije mas nesh. Nuk është se një gjë që e ke pres parit edhe thu si noll ose do të nollin ose që realisht menimi jem, realisht si me të dash me kanë kampion. Nuk e di mund të kenë një ku thash të tjerat, por nuk është se u shu bota për 2 neshje ose për 3 neshje. Mas me gjithë korajon, që da që kënë vazhdimësia 4-5 neshjeve, po ardhë final formë. 2 neshjet e paras, realisht na Vllaznia nuk ka diftu asnjë gjë për me kanë kampion. Neshja me Dinamon dhe me Egnadien, nuk ka diftu asnjë gjë që na mund na me kanë kampion. Deri para 4 neshjeve, 5 neshjeve, na realisht kena diftu që duhet me kanë kampion. 3 neshjet e fundit, 4 neshjet e fundit, 2 neshjet e final fort, na s'kena diftu asnjë gjë që mund na me kanë kampion. Ndonë se zhgënjim i madh, një sezon që mund përfundoj pa trofe në fakt, pa kupë dhe kampionat, ka një aspekt tjetër statistikor që është hera parë që Vllaznia kualifikohet 6 herë radhazi në Kupat e Europës. Kjo është plus. Kjo mendoj është një ndër arritjet e ekipit të Vllaznisë, që 6 herë është je pjesëmarrëse në Kupat e Europës. Kjo është një ndër arritjet. Jo e madhe se Shkodra mësu realisht me luajtur në neshje ndërkombëtare, po kjo është arritje, duhet të thënë gjëra si janë. Dhe e fundi për ta mbyllur, profesor, në perceptimin tuaj, nëse kjo Vllazni nuk fiton trofe, do duhet të qëndrojë kështu siç është apo do duhet përmbysur e gjitha? Mario, kam qef mi thënë gjërat si janë. Bëm mu bon si tham unë, ta kisha thënë, e kuptoj. Bëm mu bon si tham unë, ta kisha thënë. Va që zbëhet që thamun ma mirë pa ta lanë pa thënë kretë. Besoj me kaq e keni thënë edhe është kuptuar besoj ajo çfarë keni dashur të thoni. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.